Shqipëria që ideoi ky burri këtu, Skënderbeu. Çdo njeri mund të gabojë, kush ka dhënë kontribute mund të gabojë dhe herën e dytë, e treta pastaj e ndan. Pra Elisa Spirpali ka dhe vit kuqe ndryshe përjashtohet. Teksa qindra protestues po mbushin sheshin përpara kryeministrisë, ku kryeministri Rama deklaronte nga Malizi se pas protestave fshihen elementë të financuar nga Irani, Elisa Spirpali zgjodhi një rrugë krejt tjetër. Ajo foli për protestën, për qytetarët, për Macbethin, për ndërgjegjen, për gjumin e prishur dhe për nevojën e reflektimit. Nuk ishte një status i zakonshëm. Ishte një tekst me 9 kuptime politike që shumë kush e lexoi si një shigjetim ndaj kryeministrit Edi Rama. Kur një figurë e nivelit të dytë në hierarkinë shtetërore si Spirpali kujton protesta spontane kundër diktaturës komuniste dhe i krahason ato me protestat e sotme, natyrshëm lim pyetja, kujt po i drejtohej në të vërtetë ky mesazh? Më interesant bëhet fakti se vetëm pak javë më parë në një bashkëbisedim me botuesin e gazetës Koha Jon Nikol Lesi, kryeministri Edi Rama lëshoi një paralajmërim publik ndaj Spirpalit. Ai tha se nëse ajo kishte kaluar 2 vija të kuqe, ekzistonte edhe një vijë e tretë, ku më pas ajo përjashtohej. Vijë e kuqe ka preka ajo, me 2 vija të kuqe bile, po nuk do ta thuash. 2 vija të kuqe, po i ka shkelën në dyra. Bile dëgjova një Martin Lekën, kolegu Martin Leka tha e kisha përjashtuar për 3 minuta, tha Martin, tha gabim të përjashtosh. Jo, po. Tha ai. Unë e kisha përjashtuar, tha Martin Leka. Në vend, sekond, por Rama është tolerant, tha ai, jo. Çdo njeri mund të gabojë. Kush ka dhënë kontribute mund të gabojë dhe herën e dytë, e treta pastaj e ndan. Pra Elisa Spirpali ka dhe vit kuqe ndryshe përjashtohet. Ishte një mesazh që shumë kush e interpretoi si një sinjal politik për të mos shkuar më tej në pozicionimet e tjera publike. Por duke se Spirpali nuk ka ndërmend të heshtë. Me statusin e saj të fundit, ajo nuk sulmon drejt për drejt Ramën, nuk përmend emra dhe nuk artikulon akuza të hapura. Por politika nuk është letërsi. Në politikë rëndësi ka nënteksi. Dhe nënteksi këtij statusi duket i qartë. Protestat nuk duhen demonizuar. Qytetarët duhen dëgjuar dhe pushteti duhet të reflektojë, sepse qeveria është dënuese. Pra ajo në të vërtetë ka sulmuar pas shpinë e qeverinë dhe partinë e saj. Dhe për më tepër se Spirpali nuk flet në grupin parlamentar, por në Facebook, duke dhënë leksione se si bëhet shteti. Ironia është se ndërsa Rama po merret me flamingot e protestës përpara kryeministrisë, nga brenda vetë shumicës po dëgjohen cicërimet e një kanarine politike që po i kujton se si ndërtohet shteti dhe kur duhet të vendoset kufiri i pushtetit. Natyrisht, statusi ishte i shkruar bukur me referenca shakespeariane, me simbolika dhe me fraza që tingullojnë elegante. Një investim prej 4 miliardë dollarësh i lidhur me Jared Kushner dhe Ivana Trump nuk është një çështje që mund të trajtohet vetëm me slogane proteste. Mund të ketë debate për mjedisin, transparencën dhe procedurat, kur ka reagime nga shoqëria. Rruga normale është dialogu dhe negocimi midis palëve. Protestuesit kanë të drejtën e tyre të kundërshtojnë. Qeveria ka të drejtën e saj të mbrojë projektin, por zgjidhja nuk mund të jetë formula i kryeministër dhe pastaj flasin. Në demokraci fillimisht flitet, debatohet dhe më pas negociohet. Për më tepër, Edi Rama sapo ka marrë një mandat të ri nga zgjedhësit. Dorëheqja e një kryeministri nuk mund të jetë kusht paraprak për dialog. Por Elisa Spirpali nuk përfaqëson linjë fraksioni në Partinë Socialiste dhe përveç staturën e saj reale, ajo i është drejtuar programit të inteligjencës artificiale për t'i hartuar statusin. Kaq është takati i saj. Sidoqoftë, ajo qukiti fort pas shpinës së Edi Ramës. Editoriali Koha Jon.